Kjo grua hëngri lakër çdo ditë dhe ajo çfarë ndodhi më vonë e la pa fjalë. Shtypja e lartë e gjakut është sëmundje e cila vetëm në Mbretërinë e Bashkuar i prek 25% të gjithë të rriturve. Sëmundja ndryshe njihet edhe si hipertension, ndërkaq shkakton ekstra stres në enët e gjakut dhe organe vitale. Megjithatë, ju mund t'ia ulni vetes rrezikun e shtypjes së lartë të gjakut duke ngrënë ushqime të caktuara. Ekspertët pohojnë se duke shtuar më shumë lakër në pjatën tuaj, ju mund t'ia zvogëloni vetes shanset për të patur këtë sëmundje. Sipas organizatës, lakra mundet që të ulë shtypjen e gjakut pasi që është e pastër me kalium. Kaliumi ndihmon në anulimin e ndikimeve negative të kripës në dietë. Ky është mineral kyç në të cilin trupi e mbështet për të funksionuar siç duhet. Përveç lakrës, edhe patatet, asparagu dhe spinaçi janë të pastër me kalium.